I merrni pra kazermat nga serbët dhe nga rosit. Kjo është bërë mënyrë të përkryer. Koordinimi ndërmjet NATO-s dhe çdo gjë tjetër kur kanë dhënë lejen ka qenë më shumë se i përkryer, ka qenë i shkëlqyer, nuk e shohim këtë më. Nëse shikoni edhe Ukrainën, nuk shihni diçka të këtillë. E përkryer. Nga prilli deri në qershor, betejat të një pas njëshme tek tuk, ndonjë pauzë e shkurtër, ndonjë kujtes që mund të na sjellësh edhe neve këtu në studio, ndonjë situatë, ndoshta kur ishe edhe afër vdekjes, por edhe ndonjë situatë komike, pse jo, sepse e di që në kompletat hapësirën edhe ka pasur situata nganjëherë edhe të pazakonshme për luftë. Natyrisht se kishte. Situata më interesante ishte, më kujtohet, nuk më kujtohet saksisht emri kush ishte saksisht jemi sinqert, ishim vetëm ne dy dhe dikush nga serbët kishin ardhur, serbët kishin thënë, Mike, e dini që jeni vetëm dy, kam thënë, por serbët nuk e din. Që ata paracitur. Ata ishin prapa një guri, ishin duke u fshihur dhe kishin thënë, Mike, por çfarë të bëjmë nëse ngriten lart? Kundër sulm. Ata më kanë shikuar se i çmendur, kam thënë, shikojeni, ata nuk e din se jemi këtu. Pra, një serb kishte një granata hedhës dhe unë kam bërë atë që është dashur ta bëja. Prandaj kemi gjetur shumë bime të tjera dhe çfarë jemi munduar të bëjmë. Pra, kemi gjetur edhe disa gjëra të paligjshme që ja kemi dhënë komandantit dhe Hiseni e ka marrë një AK-47 që ka qenë goda moderne në atë kohë dhe ja kam dhënë atij. Billy ka marrë një Skorpion që ishte bllokuar edhe ka shpëtuar shumë jetë sepse nuk ka funksionuar dhe një tjetër gjë e zbavitse është kur ka mbetur një serb që fshihej prapa një lisi dhe ishte si ku ka fshehtas dhe nuk mund ta kapja dhe kam thënë pa marrë parasysh, kam thënë kam hedhur 3 shtëna, thosha s'ka lidhje nëse shpenzoj $300 sepse një shtën kushton $100 dhe me 3 shtëna e kam zgjedhur problemi. Këto janë ato gjëra që janë bërë, por në shumicën e kohës beteja është e vështirë, sidomos në këto në afërsi të afërt 3 deri në 5 metra. Nganjëherë në vinin edhe prapa dhe kishim problem. Pra ishte e vetma pjesa e planifikimit që ka qenë e keqe. Neve mbulonim rrugën për në koshar, kazermat, por nuk kishim menduar për rrugën prapa që shkonte nga kazerma e tutje. Dhe kur vinin serbët ata na vinin nga prapa dhe pastaj kishim një Gulinov, kemi shpërndar. Disa edhe janë kapur në atë kohë dhe nëse nuk gaboj, ai personi është në Austri dhe ata vëllezër nuk janë lënduar. Po, me që jemi tek lëndimet, Mike, me që jemi tek lëndimet, ne kur kemi bërë një